Ajo që është absurde dhe duhet di njerëzit, dhe e di njerëzit besoj, është që ata që do vinë këtu, e din shumë mirë se si është duke progresuar Shqipëria në çdo fushë, qoftë kjo edhe në zgjedhjet. Pra kanë misionet e tyre këtu. Kanë qenë mbi 100 të tillë nga Bashkimi Evropian që kanë qenë këtu, është Sobe Odiri këtu, kanë ato instrumentat e tjerë, sigurimet, ato fijet e fsheta si quhet, spionazhit, po e them kështu në gjuhë popullore këtu, ata din gjithçka. Tani nëse ka mbetur që si shkuan zgjedhjet në Tiranë, dalim t'ja themi duke u lërit si pellazg në bulevard kur të vi Macroni dhe ai anglezi, kjo është të duash qëllimisht t'i vësh në mediat ndërkombëtare të Shqipërisë një njollë të zezë. Vërja më vërja të nesërme dhe deli nderuar, ose s'ka gjë një ditë para. Sot më bënin protestë sot. Të dilin dhe të protestonin. Bam, dhe të thonin që ata që po vinë këtu të ngjisin, nuk them unë, të ngjisin parrulla nëpër mure, që ta marrin vesh ata. Po të bësh shfaqje në një ditë kur ai zotëria që ishte kandidat për kryeministër, ka dhënë kontributin e tij që ne jemi në këtë proces në rrugën drejt mbyll. Patjetër që ka dhënë, patjetër nuk mohohet. Po pra, dhe kjo është si puna asaj lopës themi ne nga fshati, që e mbush kovën me qumësht dhe i fut një shkelm në fund. Ti ke dhënë kontributin tënd nga 2005-a, që e mori nga nano që i ka dhënë ai kontributin e vet, pa diskutim, se se këta mendojnë se fillon shteti ditën që vin këta, shteti viti 0. Kanë gjithë kontributet të Fatos Nano, të Aleksandr Meksit, të Fatos Nano, siç kanë dhe mëkatet e tyre të pengimit të vonesave, pa diskutim. Pra ti e ke dhënë kontributin tënd. E ti me kë ke sfidën, çfarë mesazhi jep? Jep mesazhin që unë jam alternativa që më vodhi Edi Rama, du ta japi ai, por unë Europën e shoh si shpinën e shqiptarëve, këtë du t'jepte dhe unë nuk protestoj atë ditë për hir të atyre, në respekt të atyre miqve, apo do japi mesazhin që unë përpas me kiameti. Pra nuk më intereson fare asgjë tjetër vetëm kjo. A do ketë mbështetje? Po do ketë, nuk është problemi, çfarë nuk kupton me mbështetje? Mbështetës, numër të konsiderueshëm. Çkush është i konsiderueshëm? 5.000. Jo, antarësia e PD-s, do shkoj? Ato e kanë votuar për kryetar PD-ja 40.000 njerëz, do mik. Dhe ju thoni që nëse nuk ka jo, specifike pra. Nëse nuk ka aty 20% të tyre, 10.000 njerëz, ai po na tregon që ka dështuar dhe brenda partisë tij. Nuk ka rëndësi kjo. Unë nuk mendoj se shqiptarët masivisht, pavarësisht se nuk mund të jenë mazhorancë që nuk e pëlqejnë Edi Ramën, edhe pse zgjedhjet treguan tjetër gjë, po e marrim narrativën e doktorit. Unë nuk mendoj se do pajtohen as me Ramën dje, as me doktorin sot që dalin edhe të bëjnë një shfaqje kur çfarë, si jep dhe Ramës argument më lëndë, se këta vetëm bëjnë gola më burr. Domethënë, doktori është non grata në Amerikë, aty në Britaninë e Madhe. Po është non grata me vendim gjykate, jo non grata kështu që mund të jap $6 milion dhe të shoft çëni letër të rubjo. Atë ditë vjen kryeministri britanik. Është historike ardhja e atij zotërisë. Se sot Europa me nëkrye Britaninë, Francën, Gjermaninë, po rimobilizohen, po ristrukturohen përballë fuqisë madhe të Rusisë dhe përballë Trumpit atje më tan, apo jo? Dhe tani e ka shkundur Trumpi Evropën. I ka bërë shumë mirë. Dhe këta tani janë bërë bashkë dhe po ndodh kjo që po ndodh që ne kemi parë. Fiks në këtë moment, kur ti duhet të tregosh që je pro-euro-atlantike, pro bla bla bla, ti del dhe bën proteste. Çfarë po tregon? Që me që nuk të eci lobimi në SBA dhe me që nuk të eci ku diun se sa qindra mijëra pound pagoi te gjykata për të përballur në gjykat me lëra ajo pastaj flamur vezajt. Po lëre pastaj atë, se ajo pastaj ishte tmerr ajo. Po them për këtë që nuk më eci lobimi atje, me çdo lloj mjeti dhe të paligjshëm, nuk më eci as gjyqin në Britani. Kështu që unë tani, me që s'kam gjë në dorë, një gjë e kam, ta prish dasmën. Po dasma nuk është Edi Ramës, të du të kuptoj doktori. E di doktori, me e di, po kot po e themi ne bëjmë sikur po japim në doktori. Floger, po bëjmë pyetje thelbësore. Okej, Berisha e ka pasur stilin e vet këtë lloj tani. Duhet të jemi koshient në këtë.
por unë nuk kuptoj një gjë tjetër, se unë përpara te kisha doktor Ali Mehmetin aty. Tani në këtë arsyetim të drejtë, logjik që ti bëre, a ka aty njerëz, figura të larta, profile të larta të Partisë Demokratike që janë aty dhe për shkak të votës, jo të emërime, si Ilir Ali Mehmeti që thonë, doktor. Tani se doktori nuk besoj që ka marrë vendim kryesia që tha të datës. Jo, more jo. Tani, a ka mundësi që ne ta diskutonim këtë punën e protestës? Ditën që bëhet samiti? A ka mundësi që ne ta analizojmë një çka ka ndodhur njëherë? Se, për shembull, Ali Mehmeti mund din Tiranë, por nuk di se çka ka ndodhur në Fier. Jorita Tabaku e di çka ka ndodhur në Tiranë, por nuk e di se çka ka ndodhur në Durrës. Fiks. Duke i bërë bashk, ata dëgjojnë dhe shikojnë që ka prova apo jo. Tani, nuk del njeri aty të thotë, doktor, duhet majmë qik. Land, 24 nga deputetët që do ketë nesër Partia Demokratike, 24 nga 52, janë të emëruar. E ke fjalën për listën e mbyllur? Patjetër. Janë vetëm 8 prej tyre, të cilët do zgjidhen me votën qytetarëve në listë hapur. Ndërta mund të jetë dhe uroj të jetë shumë doktori që ti ke patur këtu. Dhe jo, po thuaj se është. Po thuaj se është. Po. Ai jam i bindur që nuk nguron t'ja thot. Ai. Por çfarë peshe ka? E para çfarë peshe ka, e dyta, po vrisja mendjen ndërkohë që po bëja ti pyetjen, të gjej një dytë që mund t'ja thot. Gazmend Bardhi. Ku është? Jo, unë nuk e di ku është. Ti si gazetar. Po është ka braktis, ai s'është në Fier më. Po pse ti e pe gjatë fushatës, bëri një dalje publike, bëri një gjë. Në fushat çot shifte në një gjë në Facebook. Po në Facebook, po pse ajo është? E di si më thot i mbir mua për Facebookun. Ti akoma më thot mua i lash. I lash mua më dukeshin strigyshin tan me Telegram, se dhe shpallë e pavarësisë është bërë me Telegram. Domethënë Facebooku, kur më shikon mua në Facebook, babi thot, akoma në Facebook ti më thot mua. Jo, e drejt, po e kam fjalën. Ç'është Facebooku më? E kam fjalën që gazi në fushat në media nuk doli kurrë, po në momentin e numërimit kur janë të gjithë aty, që janë komision. Ai nuk ka qenë kurrë. Qoftë për një inkurajuar ekipin. Këtu investigimi mungon. Dëgjoj, ka qenë Luan Baçi, që ka qenë aty. Dhe ne e dim aty ka patur një konflikt, ka patur një fërkim mes njërit dhe tjetrit kush tjetë drejtues politik. Doktori kishte një detyrim ndaj Gaz Bardhit që ta vendoste sepse e certifikoi si kryetar të Partisë Demokratike duke i dhënë grupin parlamentar. Pra është pjesë një pazari ajo. Gazi ka marrë mandatin e deputetit, nuk e dim çfarë do bëj. Një njeri që ta dredh një herë mund ta dredhi sërish, ndoshta nesër do presi që doktori të dobësohet edhe më shumë se ç'është. Kush ta presi Gaz Bardhi? Po. Do bëj një lëvizje tjetër. Këtu më habite këtu. Po, do bëj një lëvizje tjetër Gaz. Gaz Bardhi presi që të hapi krahun doktor? Jo të hapi krahun, të dobësohet dhe pak. Të dobësohet pra. Si do dobësohet doktor? Do ndodhi për shembull. Jo, Floger. Gazmend Bardhi, se ne thoshim Basha nuk bën kështu. Numri 2, se ishte numri 2. Po. Ti thotë një herë numrit 1, kap një herë dhe shkon një herë apo. Kështu që ne kuptojmë, unë të paktën kuptoj që zoti Bardhi në shumë raste është ai autori atyre. Dakord. Që ne thoshim është Basha. Pritur se kishte edhe numrin 2 ai. Unë them sekretari i përgjithshëm. Patjetër, po unë them që zoti Bardhi, siç bëri lëvizjen, bëri luftën ndaj Berishës. Dhe në momentin e fundit ai që sta merrte mendja, që kishte qenë luftari më i fortë me gërdecën se thash, iku te Berisha. Tani a kam të drejtë të them që ky që ka bërë këtë akt mund të ndërmarrë dhe aktin tjetër që nesër me Goxhek Markajn edhe me 2-3 tjerë Sajmir Koreshin të bëj një grup parlamentar dhe të ndahet nga Sali Berisha? Unë them që ai mund ta bëj. Sepse ka patur dhe ka përçarje, përplasje me pjesë